Përshëndetje, unë jam Deniz Qinika, 33 vjeç, vi nga Shqipëria. Obeziteti im është jashtëmase. Duke unë lumtur nëpër internet, duke parë se ku mund bëj në ndërhyrje, në diçka për të dobësu, se shumë i rënd, jo aktivitet fizik, jo aktivitet në marrëdhënie me punën, asgjë, gjatë gjithë kohës, mbyll në shtëpi dhe hapin dhe rrin. Deri në moment që në internet shikoj dhe bie në kontakt, domethënë me doktor Hasanin. Aty pastaj kontaktoj me Havan, e cila ishte asistentja e tij, që më sqaroi dhe fola me të çdo gjë. Pasi erdha këtu në Istanbul, bëm analiza çdo gjë dhe isha shumë problem me mbi peshën. Shumë problem. Në rast, më të rrallët, le themi dhe më të vështirë, për shkakun tim, sepse një peshë për 250 kg është shumë e vështirë për të trajnu. Po faleminderit doktorit dhe gjithë stafit që e realizon me sukses. Dhe sot unë jam si një bebe për sa lindur, me plot kuptimin e fjalës e për sa lind. Tash do shohim për çdo gjë në vazhdim. Gjatë ditës çfarë s'bëj dot. Çdo gjë është e pamundur. Asgjë s'bëj dot. Po, unë ta tregoj që kam bërë balon. Po, kur bëna balon isha 130. Atëherë unë dhe për më tepër kam provuar dietra nga më të ndryshme. Duke filluar edhe më kryesor domethënë që pa ta bë balonin gastrit për të dobësu, dhe kur e kam vonë, vendos balonin, kam qenë 130 kg, thash do bëjmë rregulli. Pasi hoqa balonin, shova 250 kg. Çdo gjë është, nuk e di, por më ka qenë e pamundur. Nuk e besosha që do arrija deri dora e doktora Munir Hasani, i cili ka bërë rregulli. Veç ai di të bëjë një rregulli, veç ai di të kthej një buzëqeshje një personi që e ka humbur lumturinë me obezitetin e vet. I pa lumtur sepse nuk vishesh dot, nuk ecën dot, do të veshësh një rrobe të bukur, nuk ke ku e gjen, do të lozesh me fëmijën, nuk kam një vajzë 6 vjeçe. Ajo të kërkon të lozi, pritati se lozim këtu. Ajo do të lozi pak më tutje, se do të vjesi. Jo, këtu, pse se s'tuj do të venit. Do më thonë që krijohet kjo gjëja. Plus ke rrobat me vesh, njëri vesh çorapin, tjetri vishin që këpucën, tjetri vishin që ka tetën. Bësh i bezdisë dhe për familjen, jo vetëm për veten tate. Por që fati im i mirë, kontaktova me Havan dhe doktorin Munir Hasani dhe ato e bën rregullinë e vet. Më rikthyen dhe një herë në jetë. Se kur erdha këtu isha pothuajse 0% jetë. Faleminderit, i falenderoj jashtëmase. Dhe gjëja parë që duhet bëjmë pasi të humbim kilet, do të lozje me vajzën, të lçojmë kështu në divan, si i thonë në fush, edhe hajde babi bëjmë çfarë dush ti, se pastaj pjesa tjetër veshja. Se ngela vetëm i pa rroba, fotokopjo. Gjithë ditë e javës, laj thaj vish, se zgjej dot rroba tjera. Tani them se prandaj them kam lindur përshtytje. Jam i përsa lindur. Edhe një herë, faleminderit.